Por fakti që ka kandidatura të tjera, më falë, vetëm nëse ju pyes pak për këtë, do thotë që këta kandidat nuk e njohin, le të themi plotësisht faktin që gjithçka ishte një farë zgjedhore, por i vën disa faje ose disa përgjegjësi edhe te Partia Demokratike, te drejtimi apo te organizimi, dhe në këtë rast a kanë të drejtë ata që mendojnë që nuk ishte gjithçka fars të kandidojnë për të mirën e partisë apo për të mirën e Shqipërisë e më gjerë? Në mënyrë absolute, po, fuqia një partie, sidomos një partie në opozitë, dhe fuqia një partie të madhe qëndron shumë më tepër tek diversiteti sa tek uniteti. Partitë e vogla e kanë si prirje forcimin e radhëve, forcimin e unitetit të partisë, për shkak se të tilla janë, domethënë janë lehtësisht të cënueshme nga kur ata, si thua, e ndërtojnë partinë e tyre në këtë format. Në një format të vogël janë të cënueshme nga prurjet, po janë të cënueshme edhe nga diversiteti. Kurse një parti e madhe mund të qëndrojë e madhe jo përmes unitetit, por përmes diversitetit, përmes hapjes, përmes gjithë përfshirjes, dhe në këtë sens do ishte shumë mirë që të ishte një garë më e fortë. Rrethanat në të cilat ndodhet Partia Demokratike dhe opozita sot, rrethanat në të cilat ndodhet demokracia sot, ka krijuar kushte të tilla që një garë sot, gara që po zhvillohet në PD për kryetaren e partisë, të jetë formale për shkak se Partisë Demokratike i duhet një figurë e fuqishme, një figurë e cila përse çdo figurë tjetër brenda Partisë Demokratike siç është rasti i Berishës, dhe në fakt çfarë do lloj figure tjetër që mund të konkurrojë përballë tij, mund ta ketë të pamundur të fitojë. Megjithatë, një garë e hapur do ishte më mirë se sa një garë e mbyllur. Por ne po flasim për garë të hapur apo për garë të mbyllur, në fakt duke bërë duke qenë pak të paqartë në përkufizimin e termit, po duke qenë pak të paqartë ose duhet të shpjeguar mirë edhe konteksti për cilin po